që ashtu ndodh me ambientin, me tokën tonë. Megjithatë sot tema nuk është kjo, po më ka marrë malli pak me bashkë bisedu me Midën. S'kam telefonu ka gjatë, shtetyrlonë rend edhe tjerë se kishte se dëgjues mjaftueshëm, mos më thonë se edhe më shumë për mirë kuptime, faleminderit. Moni përballon për Mirana 2 orëve, po thash hajt sot pak. Po mundohemi diqysh mi bashku krejt, po me qenë se kush vjen rrallë han baklav. Thash dves pak ma gjatë që i ki punë sot si me baklav, diqysh si na njëvat. Kush vjen shpesh han për shesh. Shumë mirë më ke pritët, falenderoj. Qashtu. Sa i përket temës, mendoj për Kaltrin që çdo punë që e bën njëri me një të mirë që e fillon me disponime, me sa dhe vështirë me konë, besoj që ja del. Sa e letë me konë, mërë do tesha mi e kuros. Hitë së shletë muj tesha, që i të vojë tesha. Po, a ka tesh që e kurosët e së më shetu e këqyr shtremt, tu anku. I vjen pishman tesha që e ko marrë me hekuros kur ma shëftyrën. Mos pa dhe se sho që më pasë. Hekurin dorë edhe kështo. Jam lidhe bet. Besoj Katrina që çdo punë me vullnet edhe me dëshirë dhe që shet që po del në paqa e punë që pi bën me rezultat mirë, sinqerisht më ka lodhje. Unë mendoj kështu që punoj që 29 vite veç ka ndonjëherë mundet njëri me rrejt, në thonë asë ka në puna, diçka e mirë, asë veç ju, me vullnet, me dëshirë, kur e punon, besoj që Hajde prej punëve